Që sot do jetë një si tip recitali ku fëmijët e klasës më të madhe do këndojnë, do bëjnë vjersha. Nuk do jetë festa zyrtare, ajo do jetë me datë 22. Por që sot do jetë një tjetër fest që ne na bëhet shefi sigurisht, por fakti është që na kërkuan që fëmijët të jenë veshur me të kuqe, me kapele, me gjëra dhe ne nuk kemi asgjë. Do marr një kostum krishtlindjesh të babagjyshit nga mbesat e mia, kushërirat e mia më sakt, por nuk kam arritur shkoj ta marr kur kanë qenë ato të vogla. Dhe kishte? Jo, provojmë një herë tek ajo shtëpia lodrave. Dhe jemi duke parë tani një lagje për kapele, kështu last minute. Unë vesha me atë trikon që është pak më festive, trikon e kuqe që ka bato e kishte për tu lar. Dhe kështu jemi duke sajuar last minute. Siç po thoja, doja marr atë kompletin që doja t'ja vishja për Krishtlindje Batos. Ndoshta ja vesh me datë 22 dhe madje me 22 do ketë animator, do ketë shumë spektakël dhe kemi paguar diçka ekstra që absolutisht nuk është problem, se siç thash dhe kam thënë, kur Bato ka aktivitete ekstra dhe që kënaqet neve vetëm na bëhet shefi. Tani do shkojmë të shohim për këtë kapelen tek shtëpia e lodrave nëse e gjejmë kështu last minute, nëse jo. Qa do bëjmë? Fitore! Sa me avën e qita. Fitore! Është i madh, duke po. Është i madh, po hajde. Hajde, sa mos ajo. Hekri dje kur isha tek eventi, u ndalua në disa vende, po nuk e gjeti dhe u saju me këtë sot, po nejse, për datën 22 do jemi më të përgatitur. Fakti është kjo që nëse nuk i mendojnë gjërat para dhe i gjen gjërat para, siç unë për shembull gjeta kostumin me dinosaur për Halloween, e gjeta shumë para dhe porosita ose një lloj siç porosita zbukurimet për Krishtlindje para. Last minute në Tiranë është shumë vështirë. O i dim vendet tamam ku janë dhe ne këtu te lagja jon nuk është se i dim, nuk është se kemi. Se ja shkom të shtëpia. Po pra s'kemi, shkom të shtëpia e lodrave, ato ishte ora 9:20 se kishin hap akoma, ishin aty brenda. E kërë thoshtë e thjesht doja t'ju pyes a keni, një situatë, nejse. U sajuan, paktën mos ndahet nga grupi. Përfituam nga rasti që quan Batën qerë dhe bashk, se zakonisht e qojnë o Hekri ose unë. Dhe i thash Hekrit, hajde dalim pi një kafe, hënë diçka të vogël, me që rrallë na bie që të dalim vetëm, ja Hekri na solli dhe kafet. Edhe i thash, shkojmë sërish ajo zona që ishim, por sigurisht jo atje ku dështuam, kush ka ndjekur vlogjet e din. Dhe thash të provojmë këtë vendin tjetër. Dhe ose sa të rridhe ka kjo tavolina. Po se është me një bosht mahet. Dhe kështu që erdhëm këtu te Noje. Noje ka marrë shumë hype këtë vitin e fundit. Dhe t'ju tregoj pak se çfarë morëm me 15 euro. Ishte brioche e mbushur me arra. Me çokoladë. Me çokoladë, pa brioche. Kjo është Christmas bunny. Jo, ishte tjetër Christmas bunny, kjo është me kardamon. Me kardamon, e ishte Christmas bunny veç me kanellë. Veç me kanellë, okay. Kjo është me mollë
dhe një cappuccino, një kafe. Okej. E kuptua që ka artar ka me kthyer nga puna dhe mblodha rumujën e bato, sistemova pak, heku humor me enët. Nuk ju thash se si ishin gjërat tek Noje, por që siç e pat dhe nga pamja, ishin ashtu siç ishin nga pamja, shumë bukura, ishin dhe të shijshme. Është një nga vendet që ka cilësinë që deklaron absolutisht, por çmimet janë si të ishe në vendet e Europës, pra janë çmime pak të larta. Por ja vlen. Realisht ja vlen, ndryshe nga komshiu. Ja vlen për të shkuar një herë në tot, sepse çdo ditë pastaj bëhet si të blesh makinë. Pse po bëj shaka. Ne vazhdojmë akoma të jemi keq nga zëri dhe e kena shkojnë amori ca ilaçe për kollën, por gjithashtu bato duket se po smuret sërish, sepse ishte indur pak faqe dhe ishin bërë kështu si afta dhe do jetë ndonjë gjë virale. Ai sa po më pam tha goja, i mata dhe temperaturën për momentin ishte diku tek 37.5, por do ta monitorojmë, kështu që ja, nëse mbani mend këtë termometrin që ka qenë BEP nga Be Well që e gjeni në Prishtinë, nuk e di këtu a gjendet. Dhe duke qenë se këta na kishin filluar të na mbaronin ca ilaçe, i thash hekit shko në farmaci dhe ju tregoj se çfarë kam marrë. Fiziologjik që nuk mungon asnjëherë. Unë gjithmonë shiringën agen, më saktë ja vendos nga këtu sipër dhe ja lë një age këtu sipër te këto të butat. Ja prit na sa rrit t'ju tregoj. Ja hapa, varet nga lloji fiziologjikut. E ngulni këtu dhe e lini këtu. Unë këtë bëj dhe e kam një sërtar, pastaj një ibuprofen, se na kishte mbaruar, faktikisht kishte ngel shumë pak në fund dhe sa shekit hidhe dhe merr një të ri për ta patur se si dihet. Paracetamoli, kjo është Benuron. Na pas kanë rritur dozën, se deri para pak muajsh merrshim 3.5, tani marrim 4, se shoh dozat që ka vënë kjo mjekja, farmacistja. Okej, do ta bëj check këtë dozën e ibuprofenit, se më duket pak më e madhe siç duhet, po do ta shoh pastaj në bazë të peshës, në bazë të moshës e kështu me radhë. Pastaj hekri na ka marrë ca shiringa të reja sterile për t'i patur, sidomos për çështjen e lavazheve dhe kaq. Gjithashtu kam dhe pelenat që tani marr numër 5, ja t'ja tregoj. Ja. Sigurisht për mendimin tim, gjithmonë, Bamboo Nature është më i mirë, cilësia, aroma, çdo gjë, por jo gjithmonë i gjejmë këtu, kështu që ndonjëherë marrim këto Premium Care që nuk i krijojnë irritime. Ndërsa ato Baby Dream, që sigurisht ja vlen përsa i përket aspektit ekonomik, se janë më ekonomike në sasi, ato si krijojnë shumë problematike, irritime. Kur vjen puna tek çështja e lëkurës, ashtu si dhe ushqimet dhe produktet që i përdor, mundohem t'ia marr më të mirat, sepse ato ka një lëkurë shumë sensitive, tendente që të bëj dhe ekzeme kështu me radhë, kështu që kur vjen puna tek këto gjërat mundohem të marr më të mirën. Kur nuk gjej më të mirën, mundohem që
të marrë më pak të keqen. Dhe kështu. Jam këtu me Rion. Hajde mëre. Edhe me Elin. Që kemi? Eli është girlfriendi, partnerja e Egzonit. Nuk e di kush më ka ndjekur me vite. E njeh Egzonin, nipin e Hekrit. Rio është çmendur fare se ka ardhur. Ha mëre. Dhe duhet të tregoja një dhuratë që më ka sjellë për Batolinën. Tadam! Bato. O Rio! Shh! Rio nuk është për ty kjo. Ndërkohë Bato është në gjumë, po zgjua Bato do të rraf. Ik more se s'është për ty, mos ma fut. Mos ma fut. Ik. So cute, shikoni me traktora fix. Që ka qef Batolino. Kështë shumë gojë, po thash më mirë kështu. Shumë cute Eli, shumë faleminderit, shumë i bukur. Dhe një gjë tjetër. Taram, me pelush, shumë e bukur. Ja, gjithë jemi si Bato, të marrim dhurata gjithë. Eli, shumë faleminderit. Ka pas ka dhe një katërin. Kemi shkoj diçka me Egzonin. Po, shumë cute. Mesazhin e mbajmë për vete. Ja, do t'ja tregojmë Batos. Ja lënë këtu. Edhe po ja lë te tavolina e vet që ta shohi nesër. Më erdhi porosia ime nga faqja fleta ime. E mbani mend që isha duke zgjedhur për ana 2 vlogjesh, fotot dhe mezi gjeta sepse më shprishur kompjuteri dhe një hard disk më shprishur dhe një dështim total. Dhe shikoni, e kam bërë kopertinën si tip libri vintage francez dhe mja këtu është Bato, neve, Bato dhe unë dhe Hekri dhe kam bërë një kapitull at a time, do më thënë, step by step. Dhe të shohim pak. Sa cute! Në shumë bukur ka dalë. Shikojeni. Pas ka dalë shumë bukur. Nuk është se kam zgjedhur një mënyrë se si si thuhet një rrallë të fotove, thjesht i kam quar sepse doja që t'ishin kështu random. Në të linje. Po, shkojeni. E mbani mend këtë nga ëndra në tren, kurse këtu kemi qenë të ekranë e hedhur, keni vlog për këtë, keni vlog gjithashtu për këtë. Si shika këtu, duke ngrënë. Këtu, edhe këtu keni vlog në Sun Hill. Edhe këtu, ja. Si ja u tregoj do të gjitha fotot. Sa bukur këtu. Në Selanik, po thot, shve sa bukur këtu thot. I thash jam në Selanik. Vedëm se. Tadam! Shumë i bukur dhe do përsisë dhe të tjera. Pa tjetër që do shkojnë flemë se ka shkuar ora 12 dhe Bato po zgjohet, vazhdon të zgjohet. Së problem. Jam këtu me Gonën, hello Gona. Na e trego pak qenushin, kanë marrë një qenush të ri këto. Si Rio. Na e trego pak qenushin foto. E ka emrin Tea. Ja do t'ja tregoj inshallah duket. Është një lloj si Rio. Ja. Ja, kështu duket. Shikoj, në si Rio dhe shumë e mirë. Por tani është në Kosovë, sigurisht. Dhe po më tregon të histori dhe po krahason të me Rion, por Rio tani duket si gjysh, thot. Nuk është si... Më duket se na pret një natë e gjatë neve prindërve dhe nuk e di pse qëllon gjithmonë që kur vjen dikush ose shkojmë në një vend, o i del një dhëmb, o nuk e di. Nuk është se ka shumë temperaturë Bato, por i dhëmb diku
Dhe kam përshtypjen do jetë duke vepruar në kulm kjo viroza që ka marrë. Na uroni një natë sa më të lehtë jetë e mundur dhe shpresojmë që nesër t'i kaloj, se sigurisht është fundjavë dhe do doja të kishim bërë diçka të 3 bashkë me Hekrin, të 4 dhe me Rion, dhe t'ju kisha sjell edhe ndonjë vlog ndryshe siç po mundohem, por do shohim tani se do varet shumë se sa smur do jetë bata. E thënë kjo, faleminderit që më ndoqët dhe sot. Mos harroni të bëni subscribe, të lëni koment dhe ne do shohim nesër. Ciao Gona. Ciao Heker. Ciao, ciao.